Përshëndetje të nderuar shikues, magazinën informative 21 Live News e nisi me reagimet e partive politike lidhur me çështjen apo me qëndrimin më të ri të Malit të Zi për rishikimin e çështjes së shënimit të vijës kufitare me Kosovën. Për partinë në pushtet PDK, marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nuk ekziston përderisa ajo nuk kalon në kuvend. Ndërkaq në partinë më të madhe opozitare vetëvendosje thonë se gatishmëria e Malit të Zi për rishikim të marrëveshjes do të duhej të ishte alarm për qeverinë që të reflektojë sa më shpejt që është e mundur. Në qeverinë e Kosovës gjatë ditës nuk e komentuan qëndrimin e qeverisë Malit të Zi se nëse ka dyshime për kufirin me Kosovën, se është bërë ndonjë gabim, Mali i Zi është i gatshëm të marrë parasysh këtë. Në parti në pushtet PDK, thonë se nëse kjo marrëveshje merr votat e mjaftueshme, e që janë 2/3, është obligative e nëse jo, ajo kthehet prapa. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se për të ekzistuar kjo marrëveshje, do duhej të kalonte në kuvend. Ajo marrëveshje për mua nuk ekziston të për grupin parlamentar të PDK-s. Nëse ajo marrëveshje merr votën e mjaftueshme, pra 2/3, është obligative. Në rastin e kundërt, ajo marrëveshje kthehet prapa. Komisioni edhe mund të gaboj, edhe mund të jetë ndoshta vendimi i drejtë, po ajo vërtetohet duke ofruar argumente binjëse prova, të cilat e vërtetojnë të kundërtën. Kemi të drejtë kërkojmë edhe të drejtojmë gjykatës së arbitrazhit. Në vetëvendosje thonë se gatishmëria Malit të Zi për rishikim të marrëveshjes do duhej të ishte alarm për qeverinë e Kosovës që të reflektojë sa më shpejt. Pra përderisa të ekziston një gatishmëri për të rishiquar këto marrëveshje, këtë nuk e shohim në mënyrë të qartë nga pushteti në Kosovë. Ne kemi thënë vazhdimisht se dhe kjo është dëshmuar edhe nga ekspertët se kjo marrëveshje për demarkacionin ka shkelur vijën e duhur dhe jenë falur një farë mënyrë 8.229 hektar Malit Zi dhe vetmja mundësi për të rishiquar, për çfarë do procesi të rishiqimit profesional dhe duhet të ishte anulimi i këtyre dy marrëveshjeve, pra në rastin konkret të demarkacionit. Marrëveshja për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi ishte nënshkruar në fund të muajit gusht, një ditë para se Kosova dhe Serbia të arrinin marrëveshje për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndryshimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi mund të jetë fillimi i zgjidhjes së krizës politike në vend. Kështu tha lideri i AK-s Ramush Haradinaj në emisionin Argument Plus të Radio Televizionit 21. Ai kërkoi nga qeveria që të shkarkojë menjëherë komisionin qeveritar që ka punuar për këtë marrëveshje dhe shprehu gatishmërinë se AK mund të jetë pjesë e këtij procesi. Shkëpusim një pjesë të intervistës me zotin Haradinaj, të cilën e zhvilloi kolegja Besiana Krasniqi. Qëndrimi më i fundit i qeverisë së Malit të Zi është se nëse ka dyshime për këtë marrëveshje, qeveria e Malit të Zi është në gjendje që ta përmirësoj atë ose ta diskutoj atë. A i hap rrugë ky qëndrim i fundit i Malit të Zi, rishikimit të marrëveshjes për kufirin me këtë vend fëqin tonin? Ky qëndrim i zyrtar i qeverisë Malit të Zi konfirmon ndoshta atë që edhe kem beshu, që Mali i Zi ka një qasje korekte në këtë temë, edhe kryesisht e zgjedh atë që është mendu se me qenë që marrëveshja është dypalqe, atëherë si me e hap marrëveshjen. Pra fqivi ynë, duke pa se Kosova është në vështirësi caktuar, u deklaru se është i hapur për të diskutuar për këtë temë. Tani është bartë, si me thonë, përgjithësia ose tema është krejtësisht e ne, ka qenë të ne edhe në të kalumen, duhet ne pra të korrigjojmë atë që mendojmë se është gabim dhe t'ua prezentojmë autoritetet Malit Zi versionin tjetër të shënimit vijës kufirit, versionin e vërtetë. Po, dhe kur mund të bëhet kjo? Po, mendoj që është tani në, si të thëmë ashtu, në dinamikat e qeverisë Kosovës, me vendos për hapat e vetë, pra vendi fqiu deklaru se është dakord që të diskutohet për këtë temë. Tani Kosova do të ndërmerr hapat e vetë për ta përgatit veten për të bisedu. Pra, për me mujt Kosova me bisedu suksesshëm, jo me bisedu me përsërit gabimin e njëjtit, i cili na ka sjellë këtu ku jem, duhet shkarkon komisionin e vet edhe të kryesuar për zotit Meja, duhet krijon një komision
tri ekzekutiv, jo vetëm atë parlamentar që mos t'i përzim, se dhe parlamenti mund ndërmerr veprime të caktuara, por komisioni ekzekutiv i cili është marrë me shënimin e vijës kufirit, do të shkakohet, do të filloni komision i ri dhe këshilloj sa më shpejt që jemi të gatshëm me dokumentacion të kërkojmë, bisedojmë me fëqiun tonë. Dhe ju do duheti që të përfshirë në këtë komision? Ne jemi të gatshëm edhe në kontributin tonë, me qenë që është temë nacionale, është temë jetike, se bëhet fjalë për territorin, por pashtu ne jemi të interesuar që të kemi fëqinësi të mirë me malën e zi, jemi mirënjohës për këtë qëndrim të respektueshëm që ka dëshmu tani rreth rishikimit çështjes së shënimit vijës kufitare, edhe kemi qëllim që të kemi marrëdhënie të qëndrueshme afatgjata fëqinësore. Po, do duhet që këtë komision ta udhëheqë të opozita, me që zërin e ka ngritur më shumë partia juaj, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe pjesa tjetër e opozitës për këtë marrëveshje në mënyrën si është bërë. Për Aleancën është shumë e rëndësishme që me u shkarku komisioni që ka bërë gabimin, është shumë e rëndësishme që në kryet ti komisioni ekzekutiv, pra jo në parlament, të vendosen ekspert. Ata nuk ka nevojë me qenë të Aleancës, mund me qenë edhe të partive tjera, kemi ndëgjuar ka pas media plot ekspert që kanë bindje ndoshta të partive në pushtet, por mund me qenë ekspert zot, edhe ne si Aleancë kemi njerëz, edhe e japim kontributin tonë që të shënohet kufiri, ashtu si ka qenë, si është, në qaftë Çokorit, në përmajat larta, edhe në kullë zhlepit në përmajat larta. Pra ky është kufiri me malën e zi, i njoftën të kalumen, i respektuar të kalumen edhe nga mali i zi dhe nga ne, pra është për habi, sepse na ka ndodhur kjo që na ka ndodhur, dhe ne mirëpresim korrigjimin e kësaj çështje. Po, por megjithatë qeveria e Malit të Zi konfirmon se qëndrimin e saj se marrëveshja zyrtarisht në fakt konfirmon kufit administrativ në pajtim me Kushtetutën e ish Federatës Jugosllave të vitit 1974. Si e komentoni këtë? Me qenë që është bo me dakordim dy veneve, është e logjikshme që atër ashtu shprehesh. Por nëse njëri nga palët gjenë se diçka ka shku gabim, atëre është mirë që Mali i Zi është shprehë gatshëm me diskutu. Pra, nëse ka ndodhur gabimi, unë mendoj që ka ndodhur gabimi, ne kemi deklaruar më herët, kemi pas shumë vështirë me u shpjegu palëve se pyetja kryesore ka qenë pse ka ndodhur ky gabim. Çka është në pyetje? E kemi pas shumë vështirë me u tregu pse ka ndodhur kështu, por që është gabim e kemi ditë prej fillimit, kemi deklaruar se është gabim, kemi dëshmuar se është gabim, kemi argumentuar në mënyra të ndryshme. Na vjen mirë që ky gabim po korrigjohet në dobi të Kosovës, për shkak se është edhe e drejta jonë. Mali i Zi në fakt të qëndrim e ka bërë të ditur disa ditë pasi mori ftesën për antarësim në NATO. Si ndikon kjo sjellje e Malit të Zi? Po tani unë po ndëgjoj këtu deklarimet e shumë kuj, unë kam pas komunikim me plot autoritete ndërkombëtare të NATO-s lidhur me çështjen që Kosova dhe Mali i Zi e kanë të hapur, çështjen e shënimit të kufirit. Pra, shënimi i kufirit nuk është përmbyll, tashmë Kosova se ka ratifikuar në parlament. Pra nuk është çështje e mbyllur, është çështje e hapur, edhe unë kam kërkuar që t'i bëhet me dije Malit të Zi me kohë, pra edhe para ftesës, se këtë çështje duhet me rishiku. Intervistën e plot me liderin e AK-s Ramush Haradinaj do të mund të ndiqni sonte në orën 21:30 në emisionin Argument Plus. Në kundërshtim të marrëveshjes për asociacionin me Serbinë dhe marrëveshjen për demarkacionin kufitar me Malin e Zi, nesër do të ketë manifestim paqësor në Gjilan. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nëpërmjet një videomesazhi publik ju është drejtuar qytetarëve duke kërkuar mbështetje për manifestimin e nesërmve të partive opozitare në këtë qytet. Zgjidhjen e krizës politike në vend, ambasadori i Shqipërisë Qemail Mingjozi e shef vetëm nëpërmjet dialogut të liderëve politik në Kosovë. Ai e përjashton çdo mundësi të ndërhyrjes së shtetit shqiptar në këtë çështje. Në komunikimin me student ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemail Mingjozi tha se zgjidhja për krizën politike në Kosovë është në duart e vet liderëve politik. Ai tha se duhet të bëjnë dialog dhe të heqin dorë nga dhuna. Unë jam plotësisht dakord me të gjitha analizat që janë bërë dhe deri sotshmet që ende ka potenciale, ende ka mundësi që partitë politike të ulen dhe të gjenë një zgjidhje të qëndrueshme, e them të qëndrueshme për të kapërcyer këtë situatë as pak pakëndshme. Ambasadori Mingjozi lidhur me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, tha se fal mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive, ka ndalë shumë marrëveshje një pjesë të cilave edhe janë zbatuar.
Me kënaqësi verej që pjesa dërmuese e tyre kanë gjetur një zbatim të plot, do thonja, në disa fusha, por ka mangësi dhe në përmbushjen e disa objektive të tjera që ne jemi më ambiciozë që duhet ishin realizuar gjatë vitit 2015. Studentët ishin kureshtar për t'ju drejtuar me pyetje ambasadorit Mingjozi, e sidomos për krizën politike në Kosovë, por edhe për pozitën e shqiptarëve jashtë Kosovës dhe Shqipërisë. Çka ka ndiku kriza politike në Kosovë mes marrëdhënieve të Kosovës dhe Shqipërisë, ka ngecje mes marrëveshjeve të cilat i përmendën për arsye të krizës politike në Kosovë. Është shumë e rëndësishme që të kapërcejnë krizat në mënyrë që edhe marrëdhëniet të jenë më intensive. Sepse në qoftë se ka një ngecje, në qoftë se ka një stagnacion, është tepër e vështirë edhe fryma e komunikimit. Sa proponohet për shqiptarët jashtë të dy shteteve? Për shembull, duke filluar nga bllokimi i librave në Preshevë. Me kujdes veçantë po ndjekim situatën në Preshevë, për sa i përket ndalimit të librave të gjuhës shqipe, është një proces unitaral, vetëm nga një rikra, që nuk ka sens që të ndalen domethënë librat për të futur në Preshevë. Ambasadori Mingjozi shtroi problemin e njohjeve të diplomave universitare midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ai kërkoi që njohja të jetë reciproke. Ajo që na bringos ne ende ka probleme të pazgjidhura për sa i përket njohjes së diplomave, ose si thoni këtu në Kosovë, nostrifikimit të diplomave. Ende është i pazgjidhur problemi i njohjes së diplomave të Shqipërisë në universitetet apo në institucionet e Kosovës. Ambasadori Mingjozi në komunikim me studentët e kolegjit ISPE theksoi se përkushtimi dhe dëshira e Shqipërisë është që Kosova të jetë shtet stabil me qëndrueshmëri politike dhe ekonomike si të gjithë shtetet e tjera evropiane. Kthehemi në studio me materialet të tjera. Kosova përfiton 78 milion euro nga pakoja financiare e Bashkimit Evropian në mbështetje të reformave dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Me këtë rast, Komisioneri për Politikë Evropiane të Fshinësisë dhe Negociatave për Zgjerim, Johannes Hahn, tha se pakoja shpreh angazhimin e fuqishëm për perspektivën e BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Sipas tij, ky është një investim afatgjat në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e BE-s. Kryeministri i vendit Isa Mustafa në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka numëruar të arriturat kryesore të zhvillimit ekonomik gjatë vitit 2015, të cilat sipas tij janë përmirësimi i kushteve të bërit biznes, reforma fiskale, krijimi i vendeve të reja të punës dhe investimet në infrastrukturë e arsim. Në mbledhjen e 4 të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, kryeministri i vendit Isa Mustafa tha se gjatë këtij viti qeveria që ai drejton ka pasur të arritura në zhvillimin ekonomik dhe në përmirësimin e kushteve të bërit biznes. Kemi arritur që të kemi një stabilitet makroekonomik, kemi stabilizuar tërësisht buxhetin, të nënvizoj se pakoja fiskale, e cila ka filluar të implementohet nga fillimi shtator të këtij viti, ka dhënë rezultate konkrete. Është një hap shumë i rëndësishëm për mbylljen e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosovë, një investim prej mbi 1 miliard euro që do të ketë efekte shumë anësore në zhvillimin ekonomik. Jemi angazhuar në krijimin e kushteve për investime substanciale në infrastrukturë. Përveç këtyre, sipas kryeministrit Mustafa, në nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, i ka dhënë themelet evropiane e Kosovës. Në nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asocim do të mundëson që bizneset tona të kenë qasje në një treg shumë më të madh, prej mbi 500 milion konsumatorëve, dhe do të kemi asistencën financiare të IPA-s gjatë këtyre viteve deri në vitin 2020 në shumë prej rreth 645 milion euro. Për lehtësira që do të jenë në rrafshin ekonomik pas nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, foli këshilltari në Ministrinë e Tregtisë Zef Dedaj. Prodhimet vendore do të kenë qasje të plotë në tregun e BE-s përveç atyre të cilat janë negociuara përmes kuotave, ndërsa qasja e prodhimeve të BE-s në tregun e Kosovës do të liberalizohet në formë të periudhës tranzicionale 5 vjeçare, 7 vjeçare dhe 10 vjeçare.
Por me gjithë këtë, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane tha se nuk ka informim të mjaftueshëm për tregtarët se cilat janë të mirat e MSA-s. Kështë dëgana t'i përfundoj ato broshura në fatë sa më të shpejt jetë mundër, ashtu që bizneset t'jenë të informuara paraprakisht, para hyrjes në fuqi marrëveshjes. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik u shtrua dhe çështja e tarifave të larta të energjisë elektrike, që po i shkakton probleme investitorëve. Dhe paradoksale se çmimi i energjisë elektrike rritet pikërisht në sezonin ku rritet konsumi. Gjithçka varet për regulatorit për energji, por duhet bëhen kriteret qëndrueshme ekonomike, sepse kjo kështu krijon tensione dhe probleme në aftësitë konkurruese të prodhuesve kosovar. Edhe sektori bujqësisë ishte temë e diskutimit në këtë tryezë. Ministri i Bujqësisë Memli Krasniqi kërkoi që Agjencia e Veterines dhe Ushqimit të kthehet nën administrimin e ministrisë që ai drejton, pasi si ai gjendja aktuale po i sjell probleme për kontrollin e produkteve specifike, siç është qumshti. Për të verifikuar efektet e pakos së re fiskale, Ministri i Financave Abdullah Hoti vizitoi fabrikën e barnave 3 Farm. Sipas tij, me heqjen e TVSH-s për sektor të ndryshëm, kanë përfituar rreth 160 biznese në Kosovë. Ministri i Financave Abdullah Hoti zgjodhi fabrikën e prodhimit të barnave 3 Farm në Slatin të Fushë Kosovës për t'u njoftuar nga afër me efektet e politikës së re fiskale. Pas takimit jo vetëm me drejtuesit e kësaj fabrike, por edhe me klubin e fabrikave të tjera farmaceutike, Ministri Hoti tha se me heqjen e TVSH-s është lehtësuar zhvillimi i bizneseve dhe krijimi i vendeve të punës. Janë mbi 160 firma që kanë marrë autorizimet për import të landëve të para të makinerive dhe të teknologjisë informative për të importuar këto pa TVSH. Janë mbi 5 milion euro një farë mënyrë lirime nga TVSH-ja që prej një shtatorit e këndej që ka bërë dogana e Kosovës për kompanit vendore që kanë importuar landë para dhe makineri, dhe mendoj që kjo është një ndihmë direkte që qeveria ju ka dhënë biznesit. Jemi duke draftuar udhëzimin administrativ për lirimet tatimore, pra në krijimin atyre lehtësirave për sektor të caktuar, për investime të caktuar që krijojnë vende të caktuara të punës dhe që kanë qarkullim të caktuar në regione të ndryshme që kryesisht bizneset vendore ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Ndërsa drejtori i fabrikës së barnave Mërgim Prishtina bëri thirrje që Ministria e Shëndetësisë të ketë prioritet produktet vendore gjatë blerjes së barnave. Për ndryshimet sidomos në ligjin e TVSH-s, ligji i cili më shumë të ka prek industrinë farmaceutike, ku deri me 1 shtator nuk kemi pas drejt rimbursimi të TVSH-s dhe nga 1 shtatori gëzojmë këtë drejt të rimbursimit. Në blerjet publike të Ministrisë së Shëndetësisë të kihet parasysh ose të ketë prioritet prodhimi vendor, sidomos prodhimet farmaceutike që spitalet dhe ordinancat tona të mbushen me produkte vendore. Gjatë kësaj vizite, Ministri Hoti njoftoi se ky vit është duke u përmbyllur me 120 milion euro më shumë se në vitet paraprake, mjet e këto të mbledhura nga bizneset e ndryshme. Por përveç nga pakoja e re fiskale, bizneset po përfitojnë edhe nga taktikat e tyre të paligjshme ndaj konsumatorëve. Rreth 50 milion euro në vit është vlera nga moskthimi i kusurit në monedha të emta prej 1 cent më shumë, thonë përfaqësues të konsumatorëve. Kjo për faktin se pothuajse në të gjitha dyqanet tregtare shërbyese, por edhe në kompanitë e telekomit në Kosovë, shumica e çmimeve të produkteve përfundojnë me shifrat 99 cent. Por 1 centët e mbetur rrallë herë kthehen te konsumatori. Këtë çështje do ta shtrojmë në studio me udhëhecin e organizatës jo qeveritare konsumatori Selatin Kaçaniku, njëherë është antar i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Zoti Kaçaniku, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po atëherë, pra shoqata juaj ka bërë një hulumtim i cili ka rezultuar se kompanitë biznesore në vend përfitojnë shumë, marramense nëse mund shprehemi kështu, nga moskthimi i parave të emta tek konsumatorët. Si keni ardhur deri tek ky konstatim? Ne kemi marrë parasysh se brenda 1 muaji i bëjmë rreth 3 miliardë veprime të shitblerjes, të transakcioneve të shitblerjes, të prodhimeve madra dhe shërbimeve, dhe këte kemi shumëzuar me 12, dhe kemi ardhjet e aproksimacioni që del parafërsisht rreth 50 milion euro në vit, që mos të them me atë gjuhën e vrazhd, abuzon, po tjetërson ose mënjanon mjeshtrisht nga dora, nga xhepi i qytetarit konsumator, me veprimet
prap nuk do të thoj abuzive, po me veprime jo profesionale, jo të drejta dhe jo etike të disa marketeve, të disa dyqaneve. Ashtë kryekpute i qëllimshëm ky veprim nga ana e bizneseve, nga që shpesh herë ata janë ankuar se nuk kanë para të emta, sidomos 1 cent, 2 cent, 3 cent. Një kohë të gjatë kemi qenë të gatshëm të besojmë se nuk ka pas qëllime. Por nëse ne trumbetojmë me vite, dhe nëse askush asgjë nuk merr, pak të nuk ndërmerr biznesi, atëherë automatikisht neve në arsyeton të paragjykojmë dhe të dyshojmë. Po, ata janë ankuar disa herë se nuk kanë marrë para nga Banka Qendrore e Kosovës, janë të pamjaftueshme, numri i parave të emta është i limituar. Është një rreth vicioz. Përpiqen që fajin ta lënë jetim, bonjak. Ne si qytetar konsumator dhe taksapagues natyrisht se nuk jemi fajtorë. Ne ndoshta do ishte më mirë si unë sot, ta kemi një censhin pranë vetës dhe ti eliminojmë paqartësitë, por megjithatë Nëse nuk i kanë, atëherë mos të vendosin bizneset me momentin që manipulojnë me psikologjinë tonë, me karakterin tonë psikologjik dhe na mashtrojnë me atë një cens në numrin rrethanor të plot, atëherë duhen, me që e kanë marrë në Evropë e në Amerikë këtë variant, edhe si në Evropë e në Amerikë të përgatin të kenë centet mjaftueshme. Dhe nëse nuk kanë, i paraqesin nevojat e tyre, periodike në bankën e tyre komerciale. Banka komerciale në bazë të këtyre kërkesave i parashton kërkesat e veta të Banka Qendrore. Disa ankohen se kjo kushtua ka, e po biznesi ka kostot e veta. Të kishte qenë letë, çdo kush kishte me mbajt biznes. Cilat janë taktikat tjera të bizneseve për përfitime nga konsumatorët? Shohim shpesh herë që çmimi ndryshon prej atij që është në dollap, në ark ka tjetër çmim për shembull. Po, ju e thatë shumë mirë. Shpesh të rastet kur ne joshemi me një çmim në raft, po kur shkojmë në ark, na befason çmimi tjetër. Në këto raste, konsumatori ka të drejtë që ta marrë artikullin me çmimin me të cilin është josht, është grish, është provoku. Mashtrime tjera janë në peshë. Ne e marrim një artikull të saktuar me pretendim, me supozim se është po e zëm e vëllimit, e sasisë dhe peshës 1 kilogram. Por nëse shohim mirë, lexojmë deklaracionin mirë, në del 850, 900, 950. Ka manipulime edhe në peshë, thoni. Domethënë ka manipulime edhe në peshë. Ka manipulime në përbërës. Jam me një market duke u shtyrë se kam gjetë një lëng vendor, i cili është i deklaruar 100% bio, po në të vërtet është përgatitur me ëmbëlsues artificial, jo me sheqer, po me ndonjë saharinë ose kutadione. Gjë që i ndryshon raportet dhe faktikisht me këtë mashtrim e mbysundon tregun, e monopolizon tregun me që është një lëng i natyrës së rrallë. Domethënë, ne si qytetar konsumator, ne po duhet të ndihmojmë shtetit, por duke i ndihmuar shtetit edhe me këtë rast i ndihmojmë edhe vetvetes se duhet t'i hapim syt mirë. Ndoshta është pikërisht edhe mungesa e vetëdijësimit të qytetarëve për të kërkuar paranë që i takon edhe shumë mirë e vërtetë. Është obligimi i institucioneve, i asociacioneve dhe i mekanizmave të shtetit që qytetarin konsumator dhe taksapagues, gjenerues i buxhetit për nga ata marrin rroga, ta informojnë, ta edukojnë, ta arsimojnë, ta vetëdijsojnë. Neve vetëdia nuk na pik pe qielli. E kemi formuar shtetin që shteti të merret me neve. Pra nëse ne duhet të merrem me shtetin, nuk e refuzojmë, do të vazhdojmë të merrem me shtetin. Po edhe kjo neve na kushton. Sepse hezitojnë të kërkojnë 1 cent, 2 cent deri në 5 cent në shumicën e rasteve. Kjo fisnikëria kombëtare këtu neve po na kushton. Ne turprohemi, thënë popullor që ne ngushtohemi ta kërkojmë centin. Por ju lutem, ky cent është pika e djersës sonë. Dhe ky cent me që për të nuk është tërpruar të Krusit as Rockefeller i madh, sepse ka thënë ky është bazamenti i pasurisime, atëherë nuk duhet as ne të tërprojmë. Domethënë, duhet të ngulim këmbë te arka dhe të insistojmë të na kthejnë centin sepse është i yni. Vetëm kjo është mënyra më e mirë. Atëherë, ju jeni edhe antar i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve në kuadër të Ministrisë së Industrisë. Çfarë po bën Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në këtë rast? Çfarë po bën Ministria?
Kjo është pyetje direkte për zonjën ministre, nuk do të merrem me këtë pjesë. Me që jeni autori Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve. Por ajo që reflekton te ne si konsumator, po them se shumë pak nga mundësitë që i ka ministria për të bërë, sepse në këtë ministri janë të gjithë elementet e infrastrukturës së cilësisë. Është drejtorati me zyrën dhe me Këshillin për mbrojtjen e konsumatorëve. Është metrologjia, është inspektorati e tjera. Dhe janë edhe është edhe agjencioni për regjistrimin e bizneseve. Dhe ky agjencioni i regjistrimit të bizneseve me këtë infrastrukturë të cilësisë dhe me departamentin ose drejtoratin për mbrojtjen e konsumatorëve janë në konflikt interesi. Nuk mund ta mbrosh një biznes dhe ta mbrosh edhe konsumatorin kur ne ankesat kryesore siç e patëm me cent e kemi në adresë të bizneseve. Dhe ministria kur nuk ka marrë mundin më të vogël që të tentoj të paktën nëpërmes asociacionet të bizneseve që ato t'i edukoj, t'i disiplinoj. Të bizneseve ndaj konsumatorëve, është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ajo që duhet të ndërmarrë masa në këtë rast. Natyrisht, një prej më të thirrurave me që neve na ka. A ka inspektor të mjaftueshëm për inspektimin e këtyre rasteve? Po thonë se nuk ka mjaft. A mund të jetë kjo arsyeja? Jo. Për arsye se është edhe një analizë tjetër e cila thotë se Kosova ka inspektor të mjaftueshëm, por nuk janë të organizuar si duhet dhe nuk janë të motivuar si duhet. Nëse nuk keni edhe diçka tjetër për të shtuar, kjo është lami që i ka 100 fusha sektore deg. Unë kam shumë për të thënë, por edhe kjo për këtë rast mjafton, unë ju falenderoj për kujdesin dhe për brenga që po e shfaqni për konsumatorin. Po se është një problem që i përfshin të gjithë pa dallim. Dhe, nëse mipet rasti, edhe audienca e Radio Televizionit 21, ku mandje kam punuar edhe dikur, janë konsumus të këtij programi që është shumë i mirë. Faleminderit. Faleminderit që ishit në studion tonë. Faleminderit. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji për deputeten Albulena Haxhiu, duke refuzuar si të pabazuar ankesën e avokatit mbrojtës kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për një muaj paraburgim. Deputetja Haxhiu dyshohet për veprat penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm, pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare si dhe shkaktim i rrezikut të palegjshëm. Ka vazhduar edhe sot procesi gjyqësor për rastin e Ministrisë Transportit. Pas fjalës hyrëse të akuzuarve, sot foli dëshmitari i pari i prokurorisë Betim Reqica. Limaj dhe 4 bashkëpunëtorët e tij akuzohen për krim të organizuar, keqpërdorim të detyrës, marrje rishfeti dhe keqpërdorim të autorizimeve. Në gjykatën themelore të Prishtinës në seancën në rastin Ministria Transportit dhe Telekomunikacionit, para se të ftoj dëshmitari i pari prokurorisë, Betim Reqica, gjyqtarja Maria Tuma, duke i dhënë fjalën avokatëve të akuzuarve, u vendos që të mërkuren më 16 dhjetor, secili nga avokatët të dorëzoi listën me prova dhe dëshmi. Pas fjalës së avokatëve reagoi ish ministri i Transportit dhe Telekomunikacionit, Fatmir Limaj. Pra mi ke bërë propozime, sa të keni një vendim që ta tjurë, mos nuk më kohë vazhdojmë të tjetë. Në seancë u paraqit dëshmitari i prokurorisë, Betim Reqica. Gjatë kohës që keni qenë në Ministrinë e Transportit, kujt i keni raportuar? Management. Kush ka qenë mbikëqyrësi? Kush ka qenë udhëheqësi i departamentit në atë kohë? Kur ke shërbyer ti në komisionet për tender, cili ka qenë roli yt? Edhe pse këto punë sqaron në prokurori, edhe mundet me gjetë në deklaratat e datës 8 shtator edhe 7 shtator, dhe gjithashtu mundet me gjetë në deklarata e datës 25 gusht 2011. Për mos me përsëri, unë qëndroj rrapa aty. Reagoi Tahir Reca, avokati i të akuzuarit, ish ministri të transportit Fatmir Limaj. Prokurori është duke marrë drejt për drejt në pyetje dëshmitarit. Gjatë marrjes së drejt për drejt në pyetje nuk ka të drejtë ta ballafaqojë me provat. Reagoi edhe avokati i të akuzuarit në gjatë Krasniqi, Bajram Tmava. Me qenë se është vartës i ti, unë me vëmendje i kam lexuar këto 3 dëshmi të cilat i kemi tani në dosje, dhe plotësisht pajtohem, po që se i njëjti mbetet pranë tyre në tërësim, siç është depunu, që
vetëm të trajtohen si të lezuara. Prokurori sërish vazhdoi me pyetje të tjera për dëshmitarin e prokurorisë, Betim Reqica. Si e prori juaj, a ju ka caktuar detyra? Keni hasur pagesën avans që lidhej me punën tuaj? Lidhur me pagesën avans, Ministria, sipas kontrollit, për mobilizimin e punimeve, edhe ka qenë formë pagesës. Si drejtor i Departamentit të Prokurorisë, Nejat Kasniqi a informon Komisionin që të përdor qoftë kriterin e çmimit në dorë apo kriterin e çmimit ekonomikisht të pavarur. Komisioni përformohet është një numër mbi bazën e dosjes të ndërtuar. Pas pyetjes së prokurorit bërë dëshmitarit Reqica për suspendimin e ish të akuzuarit Nejat Krasniqi, reagoi avokati i tij, Bajram Tmava. Çka ka lidhje çështja e suspendimit me akuzat që kanë bërë në Nejat Krasniqi? Zonja kryetare. Mundet prokurori me manipulu me aftësimin dorë të askujt. Nëse kësaj vazhdohet ka me mendua dhon që s'ka aftësimin dorë me çan. Gjykimi vazhdon me 16 dhjetor, po me dëshmitarin e prokurorisë, Betim Reqica. Prokuroria Speciale i ka dhënë fund dilemës nëse të dyshuarit për terrorizëm në rastin e liçenit të Badovcit kishin për qëllim helmimin e ujit. Pas gati 6 muaj shëtime, Prokuroria Speciale Drita Hajdari ka arritur në përfundim se në liçenin e Badovcit nuk pati helm dhe se qëllimi vetëm i grupit terrorist ishte që të lexoni një deklarat betimi për organizatën terroriste ISIS me qëllim që të dëshmojnë para botës shrirjen e tashtu quajturit Shteti Islamik në Republikën e Kosovës, thuhet në akt akuzë. Të pandehurit Besnik Latifi, Gazmend Haliti, Betim Ibrdemaj, Milazim Haxhiaj dhe Enis Latifi akuzohen për përgatitje të veprës penale të terroriste. Aksionit të solidaritetit për ndërtimin e 30 shtëpive në komunën e Ferizajt i është bashkuar edhe kompania Bechtel Enka. Në pushtetin komunal të Ferizajt thonë se gjatë 2 viteve të ardhshme planifikohet që të ndërtohen edhe 50 shtëpi të tjera për skamnorët. Familja 8 antarësh e Bytyqi nga Mirosale e Ferizajt jeton në kushte të rënda të banimit. Në një shtëpi gati duke urrëzuar me dritare të hapura krejtësisht, po kalon ditët e ftohta të dimrit kjo familje. Se më shtirë se për mos ka. Të është të shpijen si përshin e vet, jo. Shumë gjendë shtirë, aja të rëzua, është amëzër bukuraz. Shumë shtirë, mi këqyrë kërë se 3 të shkollë, se të tjeri i lypë. Qëre jetë a gjithësysh, është mundet me jetu gjithësysh njëri, po jetë nërmole nuk është kjo. Nuk ka jetë nërmole. Kompania Bechtel Enka do të kontribuojë me një sasi të konsiderueshme të betonit për të gjitha pllakat e 30 shtëpive në aksionin humanitar në komunën e Ferizajt. Vlera e kësaj ndihme pritet të kalojë mbi 30.000 euro. Drejtues të pushtetit të Ferizajt dhe të kësaj kompanie pan punimet që po zhvillohen për 2 shtëpi solidariteti, njëra në fshatin Zllatar dhe tjetrën në Mirosal. Deri më tani kemi planifikuar që t'i kemi 36 shtëpi, sepse 6 i kemi ndërtuar veç para këtij aksioni me mjete vetanake të komunës, edhe këtu komuna participon kështu me një shumë të mjeteve dikun për një 5-6 shtëpi. Realisht do të ishte mirë që ne ta rrumbullaksojmë këtë aktivitet me 40 shtëpi, sepse ka disa afares të mëdhenj në bazë edhe të gatishmërisë drejtorit Bechtel Enkës, i cili do ta përkrahë këtë aksion në vazhdimsi gjatë edhe viteve të ardhshme, sepse ne mendojmë edhe një 50 shtëpi të realizojmë deri në fund të mandatit, domethënë deri në fund të vitit 2017. Pushteti komunal i Ferizajt më herët i ka ofruar kompanisë Bechtel Enka tër infrastrukturën komunale në bazën e saj në fshatin Sojev, ndërsa nga kjo kompani ka marrë mbështetje për vazhdimin e bashkëpunimit. Që nga koha kur kemi ardhur këtu, Ferizajin e kemi trajtuar si qytetin ton dhe për krah autostradës kemi dashur që t'japim kontributin ton edhe në projektet që janë pothuajse të ngjashme. Falenderojmë kryetarin e Ferizajt që ka trokitur në derën ton dhe ka shfaqur interesimin që t'japim kontributin ton në projektin e ndërtimit të shtëpive. Kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se gjatë 2 viteve të ardhshme planifikon që të ndërtojnë edhe 50 shtëpi solidare për skamnor.
Edon Podvorica është në studio për zhvillimet në kulturë. Mirë mbrëma, Edon. Mirë mbrëma. Mbrëm në baletin kombëtar të Kosovës u dha shfaqja e fundit apo premiera e fundit? Po, Leonora, Redaksia e Kulturës, përveç ngjarjeve të tjera nga kultura vendore që ka përcjellur mbrëm dhe sot, kemi përzgjedhur shfaqjen premier të fundit nga trupa e baletit e Kosovës që u dha mbrëm në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Bëhet fjalë për shfaqjen Stravinsky and Ravel, e cila u sol nga dy koreografët turq, Mehmet Kurshat dhe Mehmet Balkan. Shfaqja Stravinsky and Ravel përpos historisë së dashurisë në skenë solli edhe hakmarrjen. Shfaqja Stravinsky and Ravel përgjatë 45 minutave ishte ndarë në dy storje. Pjesë nga The Rite of Spring e kompozitorit rus Igor Stravinsky ishte realizuar në koreografinë e Mehmet Kurshat Kiliqit dhe Bolero e Maurice Ravelit në koreografinë e Mehmet Balkanit. Ky balet është i stilit modern dhe përpos historisë së dashurisë në skenë sjell edhe vrasjen, hakmarrjen e tragjedin. Për drejtorin e baletit kombëtar, Ahmet Brahimaj, kjo shfaqje përfundoi me sukses dhe duart trokitjet e publikut treguan gjithçka. U prit më konë një shfaqje kësaj llojit, megjithëse edhe koreograf që i kemi pas janë koreograf me emën, bashkëpunëtorë të tyre, edhe përgjithësi shfaqja ka dalë mirë, që u pa për i duart trokitje e publikës, ne kur publika do të kënaqen atëherë ne s'kem çfarë thojmë. Trupa e baletit këtë shfaqje shesi shumë të rëndësishme dhe mblodhen gjithë energjinë që gjithçka të jetë sa më e përkryer. Ka qenë kjo kulmi i vitit, muj me thonë lirisht, me një shfaqje kaq të madhe, ka qenë për neve balerinëve një sfidë, sepse edhe muzika ka qenë mjaft e vështirë, edhe kemi punu me dy koreograf të ndryshëm, dhe më thonë shfaqja ka qenë dy pjesëshe. Mjaft e fortë edhe një temë e shfaqjes e cila ka qenë shumë prekse, muj me thonë. Mirë po, besoj që u përmbyll me një sukses të mirë. Shtera e dytë faktikisht po marr një rol negativ, po më duket po ma dal me role negative, po shpresoj që kam dhënë maksimumin, shpresoj që po besoj që për shfaqje atë emocione që faktikisht në jetën reale nuk mund ndoshta mi shfaqje edhe shumë, mi myt vajzat ose në sen, kështu që besoj që publiku e ka marrë atë negativitet, edhe pse në jetën reale s'jam sa negativ. Aktoria Anisa Ismaili e shijoi shumë këtë shfaqje, sidomos njërën nga pjesët e muzikës, në tingujt e së cilës ajo është rritur. Më duk një shfaqje shumë moderne, nuk ishte bërë as pak me klasikën dhe kisha me thonë një përmbyllje jashtëzakonisht e bukur edhe e mirë prej trupës baletit. Jam kënaqur çdo minutë sajna, gjithmonë kam ftesa për teatrit marrë me pa premierën, edhe më thotë që deri sot s'kam çuar asnjë. Jashtëzakonisht e bukur. Po sigurisht është kënga e Boleros, një këngë që nështë na jemi rrit me atë këngë, jemi mundur atë tonën me vallëzu, pjesë jashtëzakonisht bukur keqja e pjesa e Boleros. Baleti kombëtar i Kosovës u prezantua me shfaqje në Graz të Austrisë, e po ashtu edhe në Maqedoni e Shqipëri, si dhe në për disa qendra të Kosovës. Pas pjesëmarrjes në kampionatin botror të zhvilluar në King, dy pingpongistët dy pingpongistët kosovarë Vlona Maloku dhe Linor Qitaku në përzgjedhjen e më të mirëve në Lisbon fituan çmimin Fair Play. Ky çmim u fitua pasi të dy pingpongistët në takimin e parë që zhvilluan ndaj Kenjas dhuruan reketat e tyre vetëm që pingpongistët kenjan të mund të zhvillojnë takimin. Kjo mirësjellje impresionoi Federatën Ndërkombëtare të Pingpongut dhe përveç çmimit të fituar, Vlona Maloku dhe Linor Qitaku mund të jenë pjesëmarrës edhe në lojrat olimpike të vitit 2016 që mbahen në Rio. Në Lisbon ka qenë një ceremoni shumë e bukur, nuk e kena menu që një gjes ka që i vogël mundet mu shpërbly në këtë farë mënyre, edhe që këtë gjes mundet me na hapë dyrt në lojrat olimpike, është diçka jashtëzakonisht e mirë, për neve se që çdo sportist të ka një ëndra është për me marrë pjesë në lojrat olimpike, kështu që shpresojmë që do të marrim pjesë edhe na. Ky problem e ka një domethënie edhe më të madhe jo vetëm për ne, po edhe për gjithë sportistat kosovar, që përveç konkurrencës edhe
aftësive sportive, duhet të kenë edhe aftësi humane dhe të jenë sa më ferë në gjitha lojrat, përveç gjitha lojrat sportive. Po ashtu ky shpërblim na hapi e dyrt edhe për gjasa për pjesëmarrjen në Rio 2016, siç e tha dhe Vlona, është ëndra e çdo sportisti. Tani kalojmë në basketbol. Në këtë fundjavë zhvillohen ndeshjet e Xhiros së 13, e cila spikat me derbin ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bashkimit. Takimet tjera janë Vllaznimi Trepça dhe Kerasan Prishtina Ylli. Lideri aktual në tabel Peja në këtë Xhiro pushon. Në Superligën e Kosovës në handball zhvillohen takimet e Xhiros së 14. Derbi i kësaj Xhiroje zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Kastriotit, ndërsa në takimet tjera do t'i kemi këto përballje: Besa Familja, Vllaznimi Vushtria Zhegra, Samadrexha Trepça dhe Drita Drenica. Këtu e përfundojmë magazinën informative 21 Live News. Mirëmbëngjes.